Zbardhen amendamentet e propozuara nga Partia Socialiste për ndryshimin e kodit rrugor, ndryshime që janë propozuar nga deputetët Ulsi Manja dhe Erion Braçe. Ndryshimet parashikojnë masa më të ashpra për drejtuesit e mjeteve, veçanërisht për shoferët e rinj, personat që drejtojnë automjetin pa patent dhe ata që kapen në timon nën efektin e alkoolit. Sipas amendamenteve, çdo person që kapet duke drejtuar mjetin pa patent nuk do të mund të pajiset me leje drejtimi për një periudhë 1 vjeçare, përveç përgjegjësive që parashikon legjislacioni penal në fuqi. Për të miturit që kapen në timon pa e marrë kur patentën, masa bëhet edhe më e ashpër. Ata nuk do të mund të marrin patentën në moshën 18 vjeçare, por vetëm pasi të mbushin 20 vjeç. Një tjetër ndryshim lidhet me drejtuesit e rinj të mjeteve. Gjatë vitit të parë të patentës, shoferët do të duhet të kenë tolerancë zero ndaj alkoolit gjatë drejtimit të automjetit. Po ashtu propozohet kufizimi i lëvizjes për shoferët e rinj deri në 2 vite eksperiencë. Ata nuk do të lejohen të drejtojnë automjetin nga ora 24 deri në orën 6, pa praninë e një personi të rritur që disponon patent prej të paktën 3 vitesh. Nëse drejtuesi i ri nuk kryen asnjë shkelje brenda 1 viti, kufizimet hiqen automatikisht, por në rast se kryen 2 shkelje gjatë periudhës së provës, faza e testimit zgjatet edhe me 1 vit. Amendamentet parashikojnë edhe ulje të kufirit të shpejtësisë. Shpejtësia maksimale në autostradë propozohet të jetë 90 km/h, ndërsa në rrugët jashtë qendrave të banuara 80 km/h. Për shkelësit parashikohen gjoba nga 5.000 deri në 15.000 lekë, pezullim patente për 1 muaj dhe heqje pikësh sipas akteve nënligjore në fuqi. Një tjetër risi është ndalimi i përdorimit të celularit gjatë drejtimit të bicikletave dhe motorëve elektrik. Ndërkohë për drejtuesit që kapen në timon me nivel alkooli mbi 0.5 gram në gjak dhe që janë dëshkuar më parë për të njëjtën shkelje, propozohet heqja përfundimtare e patentës. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.